Po t'ishin kanalet ku Ujitse dhe Tani, ajo që intereson shqiptarëve. Po t'ishin kanalet Ujitse dhe Kulluse. Mua më ka marrë Ai prodhim na vjen atë. Na vjen prodhimi. Na vjen prodhimi. Mu më duket se ju nuk e prodhim. Ti se një fshatin fare. Unë se një, unë jetoj në fshat. Fermerët janë xhongler, janë artistë cirku. Unë jetoj në fshat. E di çfarë është ferma në Shqipëri? Njerëz të ndershëm. A e di çfarë është ferma në Shqipëri? Njerëz që A e di çfarë është ferma në Shqipëri? I vendi ka dhënë maksimumin dhe do t'i japi. A e di çfarë është ferma në Shqipëri? Si, e di se di. Ferma është një fermë. Tre veta kanë vrarë veten në serat e Goriçanit edhe Lushnjës edhe Beratës. Çka kanë bë? Kanë vrarë veten, e di prej borxhe. Shqipëria po hapi. Ferma në Shqipëri. Jo më ta them mua me bindje. Ferma Alisha partia. Atëre. Edhe eksporton sot me 10 me emra, se po të them, ale të ferma ime kanë fermë suksesshme. Ore, të lutem me Nuk po kuptoj që. Mos u merr me oazën shkretir, nuk është kjo, ne po flasim për Ti gjithë. për 10 minuta, termin e tonit e njeh. Mos u merr me oazën shkretir po të them. ti për 10 minuta ke thënë, ti për 10 minuta ke thënë. Ishan Fier, ishan Korç, ishan Divjak. Ç'a jeti? Ai? Unë jam qytetar i lirë. Në ditën kohë janë 5 vende ti. Pra, jo, unë jetoj. Një sekondë, o ndryqim se pa them unë. Ai është njeriu që është tamam bloger në fushën e artistisë. Bloger. Po, dhe ka me miliona shikime, futu shikoje, verifikoje. Dhe shkon të gjithë ferma që punojnë. Ferma shqiptare që pretendon Vizotria. Se tash mos e pyet çfarë. Është me 3 hektar. Ai punon gjithë ditën në fermë. Bravo çaf, bravo çaf. Kur ti ishe ke bordi i Ujitjes, unë ishe deputeti i Kuvetit Shqipërisë dhe kam ngritur zërin atje dhe gabimi imi është ky, që nuk i kam çuar në SPAK për investimet që ka bërë Partia Demokratike bashkë me LSI-n për ta kishe çuar. S'është çudi. Ferma shqiptare. Ferma shqiptare. Ferma shqiptare. Edhe tregoj edhe një tjetër. Po flas tani unë. Jo, se më thej që çai. Unë jetoj, kam shtëpi në Belësh, jetoj në çdo vend dhe mbështes të gjithë njerëzit pa dallim. Ferma shqiptare, një fjali dhe do ta mbyll. Një fjali dhe do ta mbyll. E kaluam tani. Një fjali dhe do ta mbyll. Po si mi mbledhur për këto tani për sqaruar për fermën tani. Për ferma do flasim. Po e kalon. Jo, s'ka kanale, do flas për ferma. Ferma shqiptare, e zora fjali do ta mbaroj fjalin. Ferma shqiptare është 3 hektar, po ky 3 hektar është ndarë në 56 parcela. Dhe këto 56 parcela janë 56 kilometra larg nga njëra tjetra. Është vërtet. A e kupton ti këtë apo? Atëre. A e kupton ti se ç'është ferma shqiptare? Ju sapo dëgjoni debat me ngjyra politike dhe vlera marra mend se fare politik. Po gjithsesi me vlera Ka të drejtë ai të me vlera